Llogariste lekët e naftës dhe kur ja jepja, diskutonte konsumimin. Qa diskutonte më? Diskutonte konsumimin e gomave. Ua. Hajde bëjmë çik, hajde bëjmë pak. Konsumi goma, nuk ka faj. Një sekond. Një gomë është shtrenjtë. Është 40.000 lekë rruga sot nafta. Urdhë? 40.000 lekë nafta, për ty harxova, do të më japësh. Naftën do ta paguaj, po na çon një karburant ta paguaj naftën. Okej. Edhe gomat me lekë janë ble, a kupton? Është 8.000 lekë gomë, 80.000 lekë minimumi, një gomë. Po ti më dreqe vetëm unë hypi te makina jote që dashka me të pagu dhe gomat. Ore, hipi dhe unë, po për ty dola, për ty dola. Si mund të kërkosh konsumimin e po edhe unë mund t'i them, që ka konsumimin e gomave, edhe unë jam e konsumuar nga whatever jeti. Këtu duhet një çun, sa herë konsumohen gomat? Një gomë bën 80.000 lekë, Po. e mira bën 120. Po marrim 80 që na masëm, se ky s'ka lekë nejse, 8.000 lekë i Që gomë. di ka rezervat Po katër. llogaritë për një vit që ky del çdo ditë, e kupton? Pa. Ja, ti bën një llogaritë kështu thjesht. Shpejt. 80.000, ja, shkurt fare. 80.000, pjesëtim për 365, ti shkon 200 lekë njëra gomë, herë 4, 800 lekë, do 800 lekëshin, do 800 lekëshin e gomave, qa do nga ratë? Ja, na 1.000 lekë, pide i kafe me kusurin, ma e kusurin.